Babi mua s'm ka fol një javë kur kam vendosur të studioj për regji filmi. Mbaj mend se sot kam qenë në Kanada, tek halla ime, dhe i them më regjistro, se unë do vi, vetëm më regjistro. Çfarë do ti me regji, andej automatikisht, duke qenë një natyrë e shkathët, ai ka dashur që të isha, domethënë, midis marrëdhënieve me publikun dhe menaxhimit. Dhe duke qenë se unë dhash lajmin që do konkuroj dhe pik, nuk më foli një javë. Dhe si e ka përceu babi këtë? Nuk më foli një javë dhe tha unë e para nuk dua që ti të futesh në këtë profil, sepse të kërkon kohë, të kërkon mund, nuk ka para, duhet shumë pasion, dhe në një të ardhmen ti do kesh familje. Pra është një profesion shumë i vështirë për femrën.